did you overthink? You took a couple steps towards me and I said hey. You seem a little nervous but don't worry cause it's working so well. No, I don't kiss and tell when you promise me the world. Oh, I hope you keep your Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë quhem Silvia për të gjithë ju që keni për të parë që klikoni këtë video dhe ju ndodheni tek kanali im i YouTube-it. Për sot është ditë e premte, vendosa që ta hapja sot videon duke qenë se kemi shkuar dje tek Rossi, kemi marrë disa gjëra të vogla për shtëpinë, kështu që vendosa që t'ua tregoj dhe juve këtu në video dhe të gjej një justifikim për të hapur përsëri video sepse kam më tepër se sa një javë që fakt që nuk kam filmuar, e gjej shumë të vështirë këtë kohë të fundit që të rikthem dhe të filmoj në YouTube, duke qenë se të gjitha gjërat që ne bëjmë në përgjithësi këto kohë janë vërtet shumë të shpejta dhe merr pak kohë që të hapësh kamerën dhe të tregosh pak gjërat që ne bëjmë. Atëherë këtë tatuazhin këtu e kam bërë fake, janë ato që bëhen me ngjitje. Gjithashtu kam bërë edhe këtë te krahu, i cili është një trëndafil blu. Gjithashtu kam vendosur edhe një te këmba që është pak a shumë i njëjti pra me këtë trëndafilin. Gjithashtu mora edhe kafen time tek Starbucks dhe jam fiksuar në fakt me ice caramel macchiato që marr zakonisht, por i kam vendosur vanilla sweet cold foam dhe whipping cream nga lart edhe caramel crunch. Është vërtet shumë e mirë. Edhe pse kushton $8 e gjysmë, pra është vërtet e shtrenjtë, por kjo ishte kafja i fundit që unë mora për këtë muaj, sepse kam vendosur që këtë muaj mos të marr fare kafe në Starbucks, sepse nuk është vetëm pjesa e çmimit, domethënë është një pjesë kjo e çmimit, por më tepër është pjesa sepse vendosin shumë qumësht. Pra, e gjithë kafja që ju shikoni këtu është e gjitha qumësht. Dhe unë jam njeriu që pëlqej shumë që kafja të ketë më shumë kafe se sa qumësht dhe kjo dhe kam vërej që qumështi më jep një fryrje, kështu që dua që domethënë ta eliminoj sa më shumë të mundem. Atëherë po i tregoj shpejt gjërat që kam marrë tek Rossi. Okej, kemi këto dy qestet e mëdha. Unë në fakt doja të shkoja tek TJ Maxx, por duke qenë se Oleni donte të merrte diçka për vete tek Rossi, atëherë vendosëm që të shkonim tek Rossi. Atëherë, po e nis direkt, po i marr sipas radhës si më dalin. Atëherë këto janë dorashka të zeza, kemi marr masën large, kemi marr për biznesin, sepse këto nuk janë asnjëherë tepër. Kam marr këtë, i cili është për pilates. Atëherë nuk e kam idenë se si kjo përdoret, por do shikoj video në YouTube edhe do mundohem që tani të filloj të bëj disa ushtrime në shtëpi se kam filluar përsëri palestrën. Atëherë kur them kam filluar, nuk e se kam shkuar shumë shpesh, kam shkuar vetëm një herë këtë javë, por nuk mund të shkoja më shpesh duke qenë se bëra vetulla microblading dhe nuk lejoj që të shkosh pranë në palestrë duke të bërë një javë apo duke se për një javë në palesë dhe 2 javë nuk mund të vendosësh make-up, edhe se make-up kam vendosur, por thjesht jam munduar mos të prek pjesën e vetullave, sepse realisht zbardhen më shpejt nëse shkon make-up tek vetullat. Kam vendosur që të filloj të humbas peshë. Atëherë, nuk është çështja vetëm me peshë, sepse në peshë jam pak a shumë siç kam qenë pra gjatë gjithë vitit, 62, 63, aty varion pesha ime, por problemi është i celulitit. Do të thënë kam filluar të kem celulit tek pjesa e krave, tek pjesa e kofshëve, nuk më pëlqen fare, po fare pjesa e këmbëve. Do të thënë pjesa e këmbëve është pjesa që nuk më pëlqen më shumë, edhe barku tani në trupin tim. Kështu që kam vendosur që ti ndryshojnë, sepse nëse është diçka që ne kemi në dorë, është të kujdesemi për veten tonë dhe duam patjetër që të filloj të paktën të bëj palestër. Po them 2 herë në javë, po dhe sikur 1 herë në javë të shkoj jam shumë okay, sepse dua që të bëj ecje këtu vërtet për lagje, sepse kemi një zonë, një rrugë shumë të bukur që kam treguar edhe herë tjetër në video, që është shumë bukur të ecësh, të mos mbas ditëve. Dhe gjithashtu të bëj sikur gjysmë ora ushtrime në shtëpi, do jetë shumë mirë. Dhe ke mora pra këtë rrethin, e kam marrë në ngjyrë bezh, kishte të ngjyrë më të errët, më duket të zezë, por vendosa të merrja këtë. Atëherë është 16 inch, domethënë kjo pjesa e rrethit, edhe nga $14 ka kushtuar vetëm $7. 7 apo 8, 7.99. Atëherë, kam marrë peshqira të bardhë, ta i mora për fytyrën, dhe këta peshqira nga 13 kanë qenë edhe këta $8, por janë super të butë. Okej, tani këta të bardhët bëjë gjithmonë pis, por unë i kam qef peshqirat të bardhë. Dhe do filloj që t'i ndroj të gjitha peshqirat që kam, t'i zëmcoj me peshqirat të rinj. Kam marrë të perden e dushit, kam marrë të bardhë, është lino, edhe kjo ishte sa dollar, nga 14 thot, nga $8. Gjërat pas kanë kushtuar $8. Dhe këtë vendosa ta ndryshoj, sepse perdja e dushit që kam tek dushi, ka filluar që është zverdhur pjesa poshtë. Domethënë, ajo është bezh e gjitha, por pjesa poshtë ku qëndron ujë është bërë pak si në një ngjyrë që nuk më pëlqen, edhe pse e kam larë herën e fundit, nuk më pëlqen, kështu që vendosa të marr këtë të bardhën. Ti shpresoj që materiali të jetë i mirë, është lino, edhe të mos dukesh gjatë kohës që bën dush. Okej. Super.
Okej, nuk më duket e të i dukshme, sepse nuk arrit të shikoj fare kamerën. Super. Okej. Këtu do ta vendosim pastaj, sepse më duhet që të laj tualetin dhe të rregullojmë këto gjëra që i thash. Besoj që t'i bëj sot, në mos sot do t'i bëjmë nesër. Dhe gjëja e fundit janë këto për makinën. Edhe këto kemi marrë për biznes. Dhe sa herë që bëjmë detailing në makina, vendosim një nga këto në fund kur mbarojmë. Okej, edhe kjo është e rëndë. Nësë ndaj më të pare, në fakt qa kemi marrë dje, a ishe lodhur jam. Kemi marrë këtë rrugicën. Isha shumë më dyshe në fakt për pjesën e rrugicës, sepse nuk dija nëse do ta merrja bezh, nëse doja pak të zezë me disa si ujëra, në fakt nëse doja jeshile, pra kishte shumë modele të bukura, por nuk dija se cila kombinonte më mirë me kuzhinën tonë, kështu që vendosa të shkoja me këtë. Atëherë kjo lahet në lavatriçe, kjo është arsyeja sepse e mora dhe unë nuk rri dot pa rrugicë pra në kuzhinë, sepse në momentin që gatuaj ose laj enë dua që t'i kem këmbët pra mos më kapin direkt në parket, po të më kapin t'i kem pra mbi rrugicë. Atëherë, kjo ka kushtuar nga $20 14. Okej, e ka çmimin këtu. Edhe është shumë e butë. Kemi marrë një lunch bag për Olenin. Kjo është nga Nike. Është e zezë, është e thjeshtë, ka vetëm këtu pjesën e Nike-ut këtu. Edhe mendoj se është mjaftueshëm e madhe për Olenin, sepse Oleni nuk para merr bukë me vete, por po mendoj që nga këtë tutje të dy të fillojmë pra që të marrin bukë me vete në punë, pra kur të them bukë me vete të marrin gjëra të shëndetshme dhe healthy. Që Oleni mos të hajë më ushqime jashtë, sepse Oleni në fakt merr më shumë ushqime jashtë në gjatë kohës së drekës. Ndërsa unë vi që ha në shtëpi, por prapse është më mira që unë ta marr bukën me vete, të konsumoj 5 minuta ushqimin pra tek puna dhe pastaj të eci tek një rrugë që kemi shumë e bukur me pemë, në mënyrë që të mbasim kile dhe të bëjmë ca hapa. Kështu duket edhe nga brenda. Ka edhe këtë pjesën e rripit që mund ta mbash pra ta vendosësh në krah, të lexon Nike, edhe është goxha e mjaftueshme për Olenin. Okej, kjo është shumë e mirë, më pëlqen. Në fakt do doja të kisha marrë edhe unë një lunch bag tjetër, por në një moment të dytë. Okej. E gjëja e fundit që kemi marrë është një tigan, këtë e ka marrë në ngjyrën baby blue. Ishte edhe një tjetër shumë i bukur, ai ishte Butter Lemon, ishte shumë i bukur, por thash, okay, po marr këtë boqellin, nëse ky më pëlqen, pastaj do ta marr edhe atë tjetrin. Dhe ky nga $24 ka qenë 13, edhe është nga këta që nuk ngjit. Këto ishin blerjet tona. Oleni gjithashtu mori 2 paltuta për në punë, mori një palë të shkurtra, po jo materiali pra i tutave për sportive, por pak si në jeans, edhe ato për në punë. Ka marrë dhe një parë atlete Puma. Por duke qenë se Oleni ka veshur, atë nuk mundem që do t'tregoj, dhe të gjitha kushtuan diku tek $300, 290, diçka e tillë. Okej, po presi të zgjohet Oleni dhe sapo Oleni të zgjohet do ju tregoj se ku do shkojmë tani pas pune dhe se çfarë do blejmë. Se do blejmë diçka të cilën në fakt kemi kohë që duam ta marrim, edhe do ta marrim sot. Cada día el sol nos recuerda que la vida empieza otra vez. Y me dice mi niña, confía, vas a estar bien. 1, 2, 3. El mundo está en fuego, todo cambia y lo veo. Calles arden sin freno, entre ruido y desvelo. No hay por qué preocupar. Okej, ne tani sa po erdhëm te Targeti, do marrim syzet Ray-Ban, ato Meta Glass, të cilat xhirojnë kohën që filmojnë. Dhe do shikojmë nëse do arrijmë të t'i gjejmë te Targeti, sepse kanë parën online që kishte te Targeti, por problemi është që unë dua se syze optike të bardha, pra të të dukshme, ndërsa Oleni do si syze dielli. Kështu që shikojmë se çfarë do gjejmë, të shikojmë te çmimi. Celebrando, sigo trabajando, todo voy logrando. No hay por qué preocupar. No me apuro por amor, si se va que diga adiós. Todo llega a su momento y lo bueno llega a tiempo. Yo sé que otro. Alternativa e parë për të blerë syze tek Targeti dështoj, sepse kishin vetëm modelin gjeneratën e dytë, e cila kushtonte $420 dhe nuk dua të harxoj $420, pra dua gjeneratën e parë. Dhe do shikojmë këtu te Walmartin nëse i kanë, por me sa po shikojmë tani, po më duket se as këtu nuk i kanë. Kështu që më duket se vetëm mundësi që kemi është që t'i marrim online. Kështu që ne do shikojmë edhe një herë, nëse nuk i gjejmë, atëherë ti porosis online.
vlogut, atë ora është 11 tani, unë jam zgjuar që në orën 7, edhe pse supozoj që sot të zgjohesh një pak më vonë duke qenë se është fundjavë, por jo, më ka dalë gjumi me orarin e punës. Jam zgjuar, kam bërë pak disa punë të vogla nëpër shtëpi, kam rregulluar pak dhomën e gjumit dhe disa gjëra të vogla që më duhet të sistemoja në kuzhinë. Gjithashtu tani sapo kam bërë kafe dhe nuk e kam filluar akoma ta pi në filxhanin e bukur cute që lexon So Happy You Exist. Filxhanin e kam dhuruar nga Dafiola, e cila ma ka dhuruar më duket se 2 apo 1 javë përpara, kushtet të shtëpisë saj, sepse kam ndihmuar për një projekt që kishte për në shkollë. Dafiola është mësuese matematike dhe më kërkoi që ta ndihmoja, duke qenë se di që më bëj video të bukura dhe kam pasion video për një nga projektet që kishte pra në shkollë. Që të filmonim, të editonim dhe të krijonim pra një video shumë të bukur. Për të, sepse Dafiola është mësuese matematike në një shkollë pra këtu afër nesh. Gjithashtu sa herë që takoj me Dafiolën, më kujton gjithmonë që më duhet që të filloj English 101, pra të filloj të regjistrohem në kolegj, sepse e di që ju kam thënë, besoj para një viti që do regjistrohem në kolegj, do regjistrohem dhe nuk jam regjistruar akoma. E di që e kam shtyr dhe nuk jam fare krenare për këtë gjë. Dhe e di që të gjithë njerëzit që më flasin nuk më flasin për keq, ose që në vend ndihem keq, por më flasin për të mirën time. Duke qenë se tani është momenti pra më i duhur që unë të filloj diçka. Duke qenë se kam vetëm një fëmijë, pra kam Ryanin, dhe nëse do bëj një fëmijë tjetër në të ardhmen, normalisht nuk do kem kohë dhe angazhime do jenë pak sa më të mëdha. Dhe kjo është një nga top 3 gjëra që unë kam tek lista ime, pra një nga 3 gjërat më të rëndësishme që më duhet të bëj për gjatë gjithë këtij viti, pra një nga 3 gollet le të themi të këtij viti, dhe me patjetër do shikoj pra se kur hapen pra regjistrime dhe të filloj. Problemi është sepse unë nuk e dija që kjo English 101 ishte e detyrueshme pra për të nisur kolegjin, mendoja se ishte nëse ti di anglisht, nuk e bën fare se të zgjedhësh që mos ta bësh, por me sa duket nuk funksionon kështu. Kështu që do bëjmë si do bëjmë, do ta ndjekim English 101. Unë do mundohem që të zgjidh pra programin që është më intensiv, në mënyrë që të mbaroj sa më shpejt, më duket se është diku tek 3 muaj, diçka e tillë, po do mundohem që të zgjedh atë, ose do lënë fakt, do thosha do zgjedh atë intensivin, por tani që po mendoj midis punës time, midis biznesit që kemi dhe shumë gjërave të tjera që kemi gjatë ditës, nuk mendoj se do arrit dot që ta bëj pra në intensiv, por me të parë të bërë do shikoj të kesh një fillim se kur hapen për regjistrimet. Gjithashtu do më duhet të bëj pak disa researchet e mia për pjesën e accounting, pra se çfarë modulesh zhvillohen pra në community college, dhe të shikojmë nëse kjo është deka që unë dua të zgjedh apo jo, sepse jam akoma në këtë modyshjen time. Shumë njerëz më thonë që të filloj një real estate, të cilin mund ta bëj me një kurs. Shumë njerëz më thonë që të filloj të bëj atë të thonjve, pra kursin e thonjve, duke qenë se unë kam bërë një kurs të vogël 3 mujor në Shqipëri. Por problemi është që nuk jam akoma e vendosur 100% në mendjen time se çfarë dua të bëj. Disa të tjerë më thonë bëu fotografe sepse është profesion i mirë dhe ka shumë lek dhe unë jam me zonja. Disa të tjerë më thonë bëu për social media. Dhe problemi është që duke qenë se unë jam kaq shumë e shpërndar dhe kaq shumë e shpërqendruar, nuk mundem që të fokusohem pranë në një gjë. Dhe kjo gjëja më ndodh edhe në rrjetet e mia sociale dhe me pjesën e YouTube. E di që asnjëherë nuk jam perfekte, por duke qenë se unë mundohem të bëj gjëra sa më afër perfekte, ndonjëherë i neglizhoj fare dhe thjesht nuk i bëj. Pra që nuk është gjë fare e mirë, sepse në momentin që unë mundohem të xhiroj një video, të filmoj, të krijoj kontentin, atëherë do bëja mirë që të ta editoja dhe ta postoja dhe ta postoja pra në rrjetet e mia sociale. E njëjta që më ndodh edhe me biznesin, kemi shumë video të cilat ne kemi bërë pra për pastrimin e makinave, por unë nuk i kam edituar akoma, kështu që kjo dita sot do t'i përkushtohet vetëm biznesit, sepse po punojmë edhe pak me pjesën e website-it. Për pjesën e website-it kemi gjetur një çun i cili do na e bëj dhe është shumë i mirë, deri tani jemi shumë të kënaqur. Thjesht mua më duhet të përgatis të gjitha gjërat që ai ka nevojë për të vendosur në website, e pastaj komplet pjesa tjetër do jetë e gjitha tek ai. Thjesht unë jam munduar të bëj disa gjëra të vogla gjatë kohës. Për pjesën e biznesit, nëse keni interes, më shkruani poshtë në komente se si mundeni të hapni një biznes në Amerikë, se si funksionon për pjesën e taksave, se çfarë gjëra që mund të bëni pra uljet e taksat në fund, pra deduction, ose se si mund të arrisni pra biznesin tuaj këtu në Amerikë gradualisht. Dhe do t'jap informacione që kam gjatë eksperiencës time dhe gjithashtu se çfarë njerëz të tjerë pra këtu në Amerikë më kanë sugjeruar dhe më kanë rekomanduar. Atëherë unë do të ha dhe brioshin tim me çokoladë dhe me këto lule shtyret e vogla që vendosa, por tani mbaruan lavatriçe sepse kam vendosur 6 lavatriçe në mëngjes, 6 apo 4, më duket se exagjerova. 4 kam vendosur 4 lavatriçe, tani mbaroj pjesa e tharjes që do vetë ti marr, dhe do mundohem që të palos tani sa më shpejt të mundem sepse nuk dua që ato të rrëdhosen, edhe pastaj do vazhdojmë dhe do punojmë pak për pjesën tonë të website-it. Gjithashtu sot një nga gjërat e listës time është që duhet të përsëri syzet Ray-Ban, pra Meta Glasses, se cilat nuk i gjetëm mbi Targeti, gjetëm ato të shtrenjta të cilat unë nuk i dua të shpenzoj aq shumë. Kështu ti bëj order tani online, gjithashtu më duhet të bëj order diçka. Gjithashtu më duhet të bëj order të dy gjëra të vogla në Amazon.
Të në përdrejt morëm pizzat e Giuseppe, edhe unë me Rajnë në fakt e kemi grënë gjysmë një pizzës, dhe kola, ndërsa Oleni na erdhi me bira. Ka marrë bira Amstel, ka marrë këtu që janë Peroni, sa ko kisha përpar Peroni, dhe ka marrë gjithashtu Smirnoff Ice. Këtë ka marrë sepse është botërori, dhe ashtu ka marrë dhe patatina. Next day. Hello nga dita e tretë e këtij vlogu dhe nga dita e fundit, po mendoj që sot ta mbyll vlogun dhe po ju flas nga makina sepse ne jemi bërë gati për të shkuar në plazh. Atë nuk e kishim fare në plan për të shkuar sot, dhe kjo është arsyeja sepse jemi nisur në 11 të drekës, se në qoftë se ta kishim plan do ishim nisur në orën 9. Sot e kishte në kohë që do vinte shumë shi, por nuk e di sepse nuk ra dje, pra pjesën radje në mbasdite dhe ra vërtet shumë. Kështu që ne tani do shkojmë në Point Pleasure në New Jersey dhe jemi tek Starbucks sepse normalisht do marrim dozën e kafeinës, se mos të ndalin llafet, sepse s'ka marrë dozën e kafeinës për sot. Kështu që kemi porositur ice caramel macchiato. Kështu që ne do marrim kafe tona tani edhe për 1 orë e gjysmë besoj do jemi në New Jersey, varet nga trafiku, se besoj sot do ketë trafik duke që është fundjavë, edhe do të dëgjojmë më vonë kur të arrijmë. Morëm këto lemonade me cila është me mango, strawberry, edhe shpresoj të jetë e mirë. Duket shumë e mirë në sy, por shpresoj që Rani ta pëlqej. Ndërsa për mua dhe Olenin morëm këtë që është shumë e mirë, do kemi marrë të madhe, duke qenë se kemi 1 orë e gjysmë në rrugë. Topo, morëm, kujtese, nuk e kam mbyll mirë kjo, ma ka përde një herë. Di që e derdha njerë të puna, e gjitha mbi tastier. Boardwalku të fillimit dhe ishte $20 për tërë ditën. Përse të parking tjetër ishte 30, për të që së ishte më afër mendosëm që të vim këtu. Reni mori një parësyze nga këtë që futesh në ujë, sepse nuk arrini të gjeni dot në shtëpi, dhe gjithashtu morëm nga këto pra tenisat. Tenis quhet kjo, dhe se tenis, që ka këtë pëpongun e vogël, kështu që të lozim tek plazhi. Sudorosos acá, la pista está hirviendo, pero te destaca mamá, brillando como una estrella, mira qué bonita está, escucha el coro mamita, que te voy a dar. Sandunguera, sandunguera, guarachera, vamos a bailar, vamos a bailar. Paso para adelante, después un paso para atrás. Ahora te suelto mamita, muévete con el ritmo que va. Sandunguera te estoy llamando, mira qué bonita estás. Escucha el coro de nuevo que te voy a dar. Sandunguera, sandunguera, guarachera, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Sandunguera, guarachera, vamos a bailar. Jemi në një nga këto arcade, kemi fituar disa tiketa të cilat i kemi fitu, Oleni me Ryanin janë duke losur. Në fakt nuk dëgjoj se ka shumë zhurmë, por më duket se do ngelemi këtu për 1 ose 2 orë.
çokoladë dhe peanut butter. Ka vlerë kushton $5.50 për një kupë, po jo t'jala, na që kushton? Ti morë 2, po ne na bëni me një, nuk e di. 16 morën të treja, kështu që po janë të shumë të mira, dhe ambienti këtu brenda është shumë i bukur dhe ka gjëra të ndryshme, pra çokolata, kokoshka, gjëra të tilla. Tek arkedi që ishin pra te lojra, tëra janë në fitoj sa pik mama 20, 28, 27.000 e disa. Ora mos e lëviz mami. 27.800 diçka e tillë dhe do të rregoj pastaj lodra që filloj kur të shkoj në makinë. U lodhëm pak sepse jashtë është vap, edhe më siç tani me motorin e det sepse ishte ujë vërtet shumë i ftohtë dhe u detyruan të na nxjimin dhe ka ujë sepse e kishte dhënë përshime vetëm tema të cilat nuk ndodhen. Ora ka shkuar 5:10 dhe nuk do të shkojmë në shtëpi, kemi një orë larg, një orë gjysmë diku, i vjeç nga ora 6, 6:30 jemi në shtëpi. Ne zëm për të shkojmë sepse na kanë ardhur në shtëpi syzet Meta Glasses, se janë në porosit atje në larg, edhe ne zgjo për të shkojmë të bëjmë një unboxing të vogël, e të shikojmë bashkë nëse ja vlen apo nuk ja vlen. Kështu që do dëgjojmë më vonë kur të shkojmë në shtëpi edhe ti tregoj syzet. Dhe të tregoj pak porosit që na kanë ardhur nga Amazoni dhe nga Best Buy. Atëherë pa direkt të Amazonit. E di në fakt se çfarë ka brenda. Nuk e di pse është bërë priskeva jashtë, por janë këto të dyja të cilat janë për të heqëmet e kafshës nga makina, të kafshëve në përgjithësi. Edhe gjithashtu janë për të bërë vijat tek bagazhi makinës ose tek këto pjesë të karpetit në shesh. Shpresoj që të funksionojnë sepse kam parë në internet që përdorin shumë për këto modele. Për të hequr ato mëne. Kam marrë këto të dyja të cilat janë për kuzhinën, sepse dini që në kuzhinën e kam të veshur me nga këto letrat ngjitse, edhe duke qenë se një pjesë aty është prishur, ka filluar që të griset, atëherë vendosa që të merr aty të tjera dhe do t'i zvendësoj sepse nuk e shikoj të më kuzhinën ashtu. Kjo është kryesorja dhe gjëja më e rëndësishme për sot, sepse janë syzet Meta Glasses. Mendoj se këtu është pakës më mirë, sepse po duke shumë shokove të mua se sa pjesa e syzeve. Atëherë këto janë syzet Ray-Ban, i hapim tani së bashku. Kështu duken edhe syze, pjesa e kasës, edhe tada! Ok, këto karikohen tek kasa, pra karikohen këtu, e kam pjesën këtu brenda të karikimit, edhe më duken sikur janë pak të vogla. Atëherë, unë kam zgjedhur modelin duke të vogla. Holeni ka qef të vogla, unë nuk i kam qef syzet të vogla, por anyway. Atëherë, unë kam zgjedhur këto syze që janë mat, të pjesa pra e komplet skeletit. Edhe le të shikojmë se si duken. Uaj, nuk e shikoj fare kamerën. Nuk duket fare kamera, në ekranin e kamerës nuk e dalloj fare se kam ide se si duket, por nëse do duhet për të pastruar makinën, besoj se do arrit të pastroj kollaj. Megjithëse unë do doja, jam kur e bëj kokën kështu, nuk e kështu ju shikoj. Kur jam kështu, drejt nuk e shikoj. Okej, besoj se këto kanë butonin që ndizen, diku e kanë butonin, por kanë këtu lartë. E kanë të kjo pjesë. Wait, I want to see them. Edhe besoj tani këto do rekordojnë. Nëse unë e kam shtypur, do ta tregoj kjo që po rekordojnë. Nuk e kam iden, por nuk e di nëse më shkojnë apo jo, sepse nuk arrit ta shikoj veten. Me pak mami telefonin so I can see myself. Ja. Por mendoj se janë shumë të bukura, mendoj se janë cute. Nuk e di më mirë. Edhe këtë pjesën e karikimit këtu e kanë shumë mirë dhe këtë pjesën këtu e kanë me dritë. Dhe mendoj se janë vërtet shumë të bukura. Këto duket se mbajnë diku te 8 orë bateri, kështu besoj shumë okay për ne. I think you look good. Good. To me,
Nuk që kanë aq të vogla sa mendoja. Por për punën që ne i duam, besoj se do jenë super të mira edhe do ja vlejmë. Kështu që besoj se do t'i mbajmë, nuk do t'i kthejmë. Thjesht do më shikojmë pak manualin se si përdoren. Këto ishin vlerat tona më të fundit, syzet kushtuan $267 me gjithë taksën, sepse shipping ishte free, duke qenë se vini nga Best Buy që është afër shtëpisë tonë, pra 5 minuta larg. Edhe kushtonin $330, por ishin me $80 ulje, kështu që shkuan diku te 247 plus minus aty vërdall, dhe me gjithë taksën dhe të gjitha kushtuan 267. Mendoj se ishte diçka që ne na duhej në fakt për biznesin tonë, dhe shpresoj shumë që të jenë të mira dhe t'ia vlejnë, sepse kam parë shumë që i përdorin për mobile detailing. Dhe kjo ishte video për këtë javë. Shpresoj shumë që ta keni pëlqyer, dhe nëse e keni pëlqyer, mos harroni që të bëni një zemër në koment. Unë ju jap shumë puthje, shumë përqafime dhe bashkë shihemi tek video radhës.